Zëvendës kryeministra Belinda Balluku nga Universiteti Politeknik i Tiranës u ndalte marrëveshja më e fundit midis këtij universiteti dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ky bashkëpunim parashikon praktika të paguara të punës së studentëve me qëllim aftësimin e tyre profesional, po kështu bashkëpunimi parashikon njohjen nga afër në terren të gjitha proceseve të zhvillimit të infrastrukturës. Marrëveshja për praktikat e paguara është edhe me autoritetin rrugor shqiptar. Jam shumë e lumtur që sot çelim një tjetër dritare për të rinjt dhe që vazhdojmë bashkëpunimin e qëndësishëm me Universitetin Politeknik Tiranës. Dhe siç e thash, kjo është në kuadër të paktit me universitetin dhe do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm. Marrëveshja që nënshkruajmë sot mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës shënon fillimin e një nisme të re, që këtë radhë lidhet me një tjetër ndërmarrje, institucion të rëndësishëm Republikën e Shqipërisë, që është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Siç e tha dhe rektori, ka edhe një element tjetër ky bashkëpunim, barazinë gjinore. Banka Botërore, e cila është financuese e këtij programi, e ka një nga komponentët më të rëndësishëm barazinë gjinore. Sipas Ballukut, firmosja e kësaj marrëveshje të re është e rëndësishme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, sot më shumë se kurrë është e rëndësishme që Shqipëria të punojë për ngritjen e një kapitali njerëzor i cili do t'i përgjigjet kërkesave të integrimit në Bashkimin Evropian dhe jo thjesht kërkesave të tregut tonë. Industria e rëndë, ajo që përfshin transportin, që përfshin minierat, ajo që mbulon shumë sektor jetik të vendit, sot më shumë se kurrë ka një kërkesë të jashtëzakonshme për burime njerëzore, të cilat duhet të jenë jo thjesht të afta dhe të gatshme për të përballuar gjitha sfidat, por duhet të jenë të trajnuara dhe të kenë kaluar të gjitha fazat e edukimit sipas kritereve që Bashkimi Evropian sot ka vendosur. Për këtë arsye, Qeveria e Rama ka hartuar një program qeverisës që vendos njeriu në qendër, duke ofruar paga dinjetoze, kushte pune konkurruese, mundësi reale për zhvillimin profesional. Brenda këtij mandati, paga mesatare kombëtare do të arrijë 1.000 euro, por, siç tham, nuk mjafton vetëm paga. Me thelbësor, patjetër, është krijimi i mundësive të arsimit dhe trajnimit profesional. Shkollat do të transformohen në qendra multifunksionale me konvikte dhe kurse, duke i pajisur të rinjtë tanë me certifikime ndërkombëtare që do të njihen kudo dhe veçanërisht në Europë. Balluku njoftoi përfshirjen e aviacionit dhe navigimit në një kurrikull të përhershme universitare, duke konsideruar këtë si një hap drejt përparimit të arsimit me zhvillime teknologjike.